Gëzuar pavarësinë e Kosovës. Kemi ardhur në Prishtinë, si çdo javë tashmë se u bëra rezidente. Dhe kam një xhirim të vogël, të shkurtër, por në të njëjtën kohë është edhe festa e pavarësisë. Do vishemi bashkë se unë make-upin e kam bërë që në Tiranë se kishim një xhirim në studio dhe unë nisa direkt e kam ardhur për 2 orë gjys. Askush nuk I ka shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Këtu ka shumë opsione veshjesh, po do zgjedhim, do shohim gjatë videos çfarë do zgjedhim në fund. Alti ka zgjedhur ca veshje shumë bukura dhe specifike dhe tashmë e di se çfarë më pëlqen mua dhe më vesh fiksa ashtu si dua unë. Po unë këtë xhaketën e vesha në studio dhe nuk doja ta kisha në 2 xhirime, kështu që shumë e bukur e mora me vete s'po më ndaj shpirti, po nuk do e vesh prapë. Kjo xhaketa meriton momentin e saj të vëmendjes. Më duket se kam bërë zgjedhjen time, po shohim dhe provojmë. Drita nuk është më e mira mundshme, po unë dritën tjetër e harrova në makinë dhe shumë ftohtë që do dalë jashtë marr. Është kjo xhaketa që ka këtë bra, ka dhe pantallona, kishte edhe fund, po se di, po mirë pantallona mendoj. Shohim. E para. Ema? Nice. Unë shëndroj besike të zezës. Ndihem xellojnë, nuk ndihem shumë unë. Okej. Kjo është unë. Më duket në stil. Tani do I tregoj një xicë për trupin që e përdor edhe është 10. Është kjo nga Liren. Pis vërdall dhe mos të bëj pis xhaketën. Shkëlqimi për të cilin po ju flisja dhe më keni pyetur shumë. Mirë këmbët. Këto këmbë tani shkëlqejnë njësoj si ardhmja ime.